a do të shohim botën tjetër ata që na bën magji, nëse në këtë botë nuk i dim? Po, pa tjetër. Jo vetëm që do t'i sheh, do t'i njeh, do t'i kritikon. Allahu Gjellëshanu ka përmend në Kur'an, ka thonë ajo ditë është dita në të cilën do të shpalosen, do të dalin shesh të gjitha fshehtësitë. Pra kushdo çka ka bën sheftas, qoftë mëkate, krime, fatkeqësi ndaj të tjerëve, kanë me dalë në shesh. Këtë bota kanë me marrë vesh, kanë me u nënçmu para njerëzve. Jo vetëm që ki me njoft, ki me ditë, por edhe ki me marrë hakin tanë. 100% do ta marrësh hakun tanë. Prandaj bën sabër. Hiç mos e vaj gale. Vetë sabër, leja çështjen Allahut në dorë, mbështetu te Zoti, pritë shpërblimin, se nuk ka mundësi mëkatari kaloj paç para Zotit. Prandaj ka emrin dita e llogarisë, dita e gjykimit, dita e madhe, ku çdo kujt do t'i jepet haku i vet. Mirë për ata njerëz që bëjnë këto gjana, e i marrin qaf familjet, e prishin burrin me gru, djalin me babë, me nane, me vëllezër, ku për ta. Allahu na rujt prej këtyne sharkçinëve edhe pa ftyrë. Allahu na rujt.